Mirë, më shkohet me mua në program nëpërmjet një komunikimi të drejtë për drejtë gazetari i njohur Flogert Muça. Flogert, mirëmbrëma, është kënaqësi t'ju kem drejt për drejt në ora e fundit. Mirëmbrëma, kënaqësia ime. Flogert, konsulenti amerikan Laçi Vita e ka konsideruar programin e Berishës të ngjashëm me programin e Donald Trump, por ama dikush do të pyese, por vetë Berisha a ka integritetin e një presidenti amerikan, apo nga ana tjetër, Flamur Noka, a i ngjason me Ronald Reagan? Dëgjoj, ai është në drejtën e tij të thotë ato që ka thënë. Ai është këshilltar, ai është ekspert, ai jep një shërbim. Shërbimin me sa duket e ka dhënë shablon sepse të tillë ja kanë kërkuar këta në Tiranë, sepse unë nuk mendoj se Laçi Vita mund të jetë lavatriçe që mund të lajë dhe mund të nxjerrë të tharë dhe të hekurosur një politikan të ri, i cili ne e njohim, ka 32 vjet, i cili nuk ndryshon as gjuhë, as narrativ, as akuza, as agresivitet, as gjë fare, që është Sali Berisha pra në këtë rast. Në këtë kuptim, sigurisht që Flamuri mund të jetë Ronald Reagan, sepse të tillë ai mund ta shohë veten, por problemi është sa shqiptarët e shohin Flamurin si Reagan dhe doktorin si Trump. Por ama Flogert, dikush do thoshte se si mund të besohet Laçi Vita, pavarësisht se ai ka mbështetur në fushatën elektorale presidentin amerikan Donald Trump, kur thotë se Berisha mendon për familjet shqiptare, ku në fakt në qeverisin e tij ka ndodhur piramidat, ku familjet shqiptare humbën gjithçka kishin, u hapën depot e armëve në 97-ën, pasojat e të cilave ndoshta vazhdojnë edhe sot. Në Gërdec, familjet shqiptare u masakruan, ndërsa në 21 janar 4 të pafajshëm u vranë në bulevard, fëmijët e të cilëve kanë mbetur jetim, dhe aq më tepër është pikërisht shteti i tij, i cili e ka shpallur non grata familjarisht si njeriu më të korruptuar Berishën. Dëgjoj, Emiliano, që të kuptohemi, zotëria në fjalë ka thënë ato që i ka thënë doktorit thot për të. Më kupton? Pra, ai nuk e njeh fare Sali Berishën. Atit i kanë thënë zotëri, sa kushton që ne të përdorim emrin tënd që ke punuar edhe për presidentin e SBA-ve? Dhe ai ka dhënë një çmim. Këta i kanë dhënë parat dhe mandej i kanë thënë tani ti je instrumenti ynë për fushatën. Dhe po ndodh vetëm kaq. Pra, Laçi Vita nuk është në këtë rast strategu që po e njeh doktorin në themel dhe po përpiqet t'ju japë shqiptarëve një model të mirë të doktorit apo diun se çfarë. Laçi Vita është kanali nga i cili doktori po tenton të komunikojë me shqiptarët. Pra, në qoftë se deri dje nxirrte Flamurin, Belindin, tjetrin, sot doktori mendon se duke nxjerrë një kanal të ri komunikimi që është një amerikan që ka paguar, shqiptarët do ta besojnë. Pra është një përpjekje e dëshpëruar në mënyrë, por e mirë kuptueshme nga ana e doktorit, i cili tenton të bëjë atë që çdo njeri në hall do bënte. Kështu që mirë kuptojeni dhe mos e ngacmoni kaq. Po në Flogert, sigurisht në rrjedhën e kësaj logjike që ti po thua, kush po e gënjen Laçi Vitën? Apo Laçi Vita po mundohet të gënjejë shqiptarët përpara? Laçi Vita është i gënjur dhe nuk i intereson fare nëse është apo jo i gënjur. Ai është vënë në shërbim, ai është paguar, ai është në shërbim të doktorit. Çfarë do gjëje që thot doktori që ai duhet përsërisë më pas, ai thjesht e bën. Jo, dakord, është në shërbim të doktorit, po është duke gënjur shqiptarët? Nuk po i gënjen Laçi Vita. Ai është i gënjur për vete. Domethënë, ai do thoshte I don't care. Domethënë, madje nuk më plas fare do thoshte ai, nëse po i gënjej apo jo shqiptarët. Unë jam duke bërë thjesht punën time. Më kanë thënë të them këtë, po dal të them këtë. Kaq e thjesht është. S'kemi pse. Laçi Vita në këtë rast është një lavatriçe, se i përshtatet pak dhe emri, që doktori po tenton të futet brenda, të lahet, të pastrohet, të dezinfektohet dhe të dalë përpara audiencës dhe përpara klientëve si një produkt i ri. Problemi është që ne kemi një shprehje tjetër popullore që thotë
plaka nuse nuk bëhet dot më. Në kuptimin politik fjalës, sa do të marrë lavatriçën nga Amerika apo nga Kina, Ju Flogert e konsideroni lavatriçe, ndërsa kryeministri Rama sot e ka quajtur Latifi Berishës, si i forti i lagjes, si ka ardhur të ndihmoj atë. Dakor, Rama e ka luksin tani, sepse po të krahasosh simbolikat, shet diçka që Rama e ka në favor. Pra, sot, ndërkohë që kishe Sali Berishën, i cili ishte me flamurin, me Albanën, me Lucianun, e mëse thash, nga ana tjetër Edi Rama ishte ulur krah kandidates më të re të Partisë Socialiste, që është nga Babroj, Kesi Elezi, dhe në krahun tjetër kishte Edira Dyrmishin, që është një psikologe muslimane predikuese e kështu me radhë. Pra, çfarë ju jep të kuptoj Rama shqiptarëve është që ne jemi e reja që po lind dhe që do vazhdoj të shkojmë drejt Shqipërisë 2030, dhe çfarë në imazhe kam, në komunikim, çfarë ju jep doktori është që ne jemi skuadra e vetme që mund të ketë Partia Demokratike që nga 2005 për të qeverisur vendin. Flogert, kam edhe një pyetje të fundit për ty në 2 minuta kohë, nëse ti mundesh ti përgjigjesh. Pavarësisht ardhjes së Laçevitës në Tiranë pas fushatës, ai le të themi do iki dhe Berishës do i mbetet Vangjeli apo Muli. Dikush do pyeste me këta do arriti ti vërë në funksion premtimet? Doktori që kur ka ndërtuar listën miku im, nuk ka menduar që të qeverisë apo të krijoj një nesër një vizion të ri për Shqipërinë. Ai është i qartë. Ai ka marrë Laçevitan për të bërë pastrimin e tij sa të mundën, që të mbetet opozita e vetme ose opozita e parë përballë Edi Ramës dhe të jetë një fuqi eksponenciale që ta ketë si kapital për të mbrojtur nesër dhe për të bërë betejat e tij kundrejt Spakut, kundrejt kujtdo apo cilit do që do e ketë përballë. Në këtë kuptim nuk duhet ta shohim doktorin si një kandidat për kryeministër. Ai e thot vetë që nuk është kandidat për kryeministër, që kur na nxjerr Laçevitan si kandidat për kryeministër me pasaportë amerikane. Pra, Flamuri dhe ai Vangjeli që thua ti, nuk janë gjë tjetër veç se njëri ushtari bindur i doktorit që do bëj luftën e tij nesër, dhe tjetri është një personazh i cili mund t'i japi disa vota nga qarqet pro-greke doktorit për të maksimizuar mandatet aq sa mund t'i maksimizojë doktori. Pra, ti thua disa gjëra që as doktori vet nuk po i pretendon. Nuk jemi larg asaj dite. Doktori është i qartë. Po të kishte pasur mendje doktori që të ndërtonte një vizion të ri, një ekip të ri, një qeveri të re, një vizion të ri për shqiptarët, do kishim një skuadër tjetër aty. Do kishim ata që janë që nga 2005 të pak. Pra, ai ka qenë më i qartë se ç'mund të imagjinonim. Flogert Muça, ishte kënaqësi që ishit me mua këtë mbrëmje në ora e fundit. Deri ty.